Në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, vizituam xhaminë e re në qendër të Shtojit, ku patëm nderin të bisedojmë me imamin Emil Kallaba. Ai na tregoi se kjo xhami, që është mbushur me besimtar gjatë Ramazanit dhe jashtë tij, ka qenë një nevojë e madhe për këtë zonë. Xhamia ofron një hapësirë të shenjtë dhe të qartë për besimtarët, duke u bërë një pikë grumbullimi për të gjithë ata që duan të rrisin besimin dhe të ndjekin rrugën e drejtë. Gjatë Ramazanit, xhamia organizon teravi, një aktivitet shumë i rëndësishëm për komunitetin. Këtu mpahen gjithashtu ligjërata fetare dhe mësime për fëmijët, duke kontribuar në edukimin dhe rritjen shpirtërore të brezit të ri. Kjo xhami është më shumë se një vend për lutje, ajo është një qendër e gjallë komunitetit, ku forcohet lidhja mes besimtarëve dhe ruhet dhe kultivohet tradita e dija islame. Bismillahirrahmanirrahim. Ne si xhamat i Shtojit apo si xhamia e Shtojit kemi pasur nevojë të madhe për një xhami, një vend falje, lartësimit Zotit, dhe xhamia e Shtojit i ka plotësu kushtet dhe i ka plotësu nevojat e këtij vendit, këtij populli këtu. Funksioni i kësaj xhamie, elhamdulillah, domethënë u bën 2 vite si funksionon, kurse po arrim tek viti i parë i solemnitetit të saj të hapjes. Xhami si xhami funksionon si xhami e qytetit, njëra nga 8 xhamiet e qytetit. Dhe në këtë xhami, falë Zotit, ne falim qysh nga fillimi i saj 5 vakt namaz, domethënë jemi 5 vakt namaz. Dhe kemi aktivitete ndryshme, siç janë për shembull aktiviteti për mu më i rëndësishëm është mektebi, domethënë mesim besim me fëmijët tan, me të cilët ne merrem më shumë dhe japim kontributin më të madh që të arrijmë që gjeneratat tona të kenë një farë edukimit të drejtë, edukimin e fesë, për arsye se feja dhe kombi arrin identitetin e tij. Kjo xhami, siç thash, ishte një nevojë e madhe dhe një kërkesë e madhe e besimtarëve të Vendas, të Ulqinit dhe atyre të cilët vinë musafir në Ulqin. Sidomos gjatë sezonit turistik, por edhe gjatë Ramazanit, për arsye se ne në Ulqin, siç e dimë, është një vend me tradite të mëdha dhe e dimë mirë se teravit apo xhamit tona janë të mbushura me plot xhamat dhe frekuenca e xhamative në Ramazan është më e madhe normalisht. Por kjo xhami i mbush nevojat për arsye se kemi, domethënë, parkingun e madh, kemi, domethënë, vend falje të madhe dhe nuk ka kallabëk apo gusht të madhe, dhe për atë arsye normalisht se njerëzit i largohen një farë se i kallabëkut dhe vinë një rehati siç ne kemi këto, dhe për atë arsye ne kemi njerëz që janë vendas tonë dhe kemi njerëz të cilët vinë posaç, se ne kemi edhe një posaçëri të madhe në Ulqin, si ka xhamatit tonë si vizitojnë xhamia, dhe çdo herë ne kemi alhamdulillah vizitor të ndryshëm të ri. Po elhamdulillah, domethënë në këtë xhami kemi frekuencë të madhe, që lutim Allahun që të ketë edhe më tepër inshallah. Çfarë këshillash do ju jepni të besimtarëve për të kaluar këtë muaj sa më shpirtërisht të frytshëm? Ne elhamdulillah mundohemi që besimtarët tanë, xhamatit tonë, vëllezërit, motrat tonë t'i këshillojmë përmes ligjëratave të xhumas javore dhe ashtu ligjëratave siç e kemi gjatë muajit të Ramazanit për çdo natë, duke kujtuar minimum nga një këshill, nga një mesazh nga profeti alayhi salatu wassalam, nga një këshill nga Kurani famlart, po këshilla më e madhe do të jetë që ne këtë muaj ta kalojmë me familjet tona, që të kalojmë më shumë, se kemi nevojë që koha e jonë të përpilohet sa më shumë me familje, që të kemi mirësitë e familjes me vete, sepse Ramazani është muaji i agjerimit, muaji i Kur'anit, muaji i ndryshimit, muaji i mbledhjes, domethënë muaji me familje dhe muaji i bamirësisë. Ku bamirësia nuk është vetëm një të holl, një pasuri, po është bamirësia dhe një fjalë e bukur, fjalë e mirë, që ne ta përqafojmë dikën me fjalë të bukura, me vepra të mira. Dhe këshilla më e madhe do të ishte që ky muaj i Ramazanit të kaloj në lutje sa më të mëdha ndaj krijuesit të gjithësisë, ndërsit të zemrave dhe shpirtërave tonë. Normalisht po alhamdulillah. Domethënë ne kemi fokusin më të madh, normalisht e kemi fokusin tek çdo njeri, tek çdo gjenerat, po fokusi më i madh është te gjenerata e reja, domethënë me këtë blit tan, për arsye fëmijët tan, për arsye si në mejtepin tonë ne kemi të regjistruar mbi 80 sa fëmijë, që nga ato janë të rregull nga 50 deri 60 fëmijë në 2 gjuhë, në disa levele, domethënë në disa grad. Por çka është më rëndësishme, kur ne kemi namazin e xhamaz, namazin e javor,
apo kemi namazet të ravis, shumicën e rasteve ne kemi fëmijë. Domethënë ky është mbreslënëse për ne, për arsye se në një vend ku nuk kemi shumë njerëz në, domethënë, të cilët banojnë edhe jashtë domethënë sezonit turistik, edhe është gjë e mirë për arsye se ne duhet njerëzve mi ofru atë domethënë dinin fen edhe sidomos gjeneratave të reja. Dhe elhamdulillah ne kemi gjenerata të reja të cilët kanë filluar mu fal, të cilët përpara nuk u falnin, përpara nuk agjeronin, tani agjerojnë, vizitojnë xhamin, janë rreth xhamisë dhe shoqërisë me xhamin. Xhamia kur nuk do të rrethojmë me shoqëri të keqe, po gjithmonë do të rrethojmë me shoqëri të mirë, të ndershme, të sinqertë, të bukur dhe për gjëra të bukura. Xhamia në qendrën e Shtojit është një shembull i shkëlqyer se si një vend i shenjtë mund të shërbejë si shtyllë për forcimin e besimit dhe edukimit të brezave të rinj.